Përgjatë të hënën syri në fuqi vendimi për ndalimin e qarkullimit të monopatinave në qytet. Vendim ky që u bë publik të dielën në mëngjes nga ministria Albana Koçiu, ku deklarua se qarkullimi i monopatinave do të ndalojë përkohësisht deri në realizimin e kuadrit ligjor. Të gjitha mjetet që do të konstatoheshin në qytet duke qarkulluar do të sekuestroheshin. Kjo që bëri që përgjatë të hënës policia rrugore e Vlorës të ndërmarrë një aksion në qytet për kontrollin e akseve rrugore për qarkullimin e monopatinave, ku si rrjedhoi e këtij aksioni u konstatuan mjete elektrike në lëvizje, të cilat u sekuestruan. Një ditë pas këtij aksioni dhe në ditën e dytë të hyrjes në fuqi të këtij urdhri, situata në Vlorë ka ndryshuar. Në rrugët e qytetit, mëngjesin e kësaj të marte, është e vështirë për mos të thënë e pamundur të shohësh monopatina në qarkullim. Një ditë pas urdhrit i cili ka hyrë në fuqi përgjatë të hënës për ndalimin e monopatinave, në Vlorë këto mjete elektrike nuk po lëvizin më, teksa konstatohen tek tuk raste sporadike, kryesisht në bloqet e banimit ku i shpëtojnë edhe uniformave të policisë, ndërsa sipas të dhënave në ditën e parë të këtij aksioni janë bllokuar 13 mjete. Vlonjatët me sa duket i rikthehen qarkullimit me bicikleta krahas automjeteve. 13 mjete elektrike që janë sekuestruar kanë qenë të personave të cilët, në kundërshtim me urdhrin, kanë lëvizur lishëm në qytet. Ka patur sigurisht edhe kundërshtime të kësaj mase nga pronarët e monopatinave në momentet e para kur mjeti elektrik është sekuestruar. Mjetet elektrike më pas janë regjistruar si të sekuestruara dhe janë dërguar në ambientet e policisë së Vlorës. Siç theksohet, nuk ka patur tolerime për rastet të cilat lëvizin lishëm në qytet. Të gjithë mjetet që janë konstatuar në qarkullim nga grupet e uniformave blu të ndara në teren janë sekuestruar. Ka përdorim të monopatinave kryesisht përgjatë kësaj të marte, por në brendësi të bloqeve të banimit në distanca të shkurtra, duke jo shmangur vëzhgimit policor, por në pjesët kryesore të Vlorës monopatinat mungojnë, si në lungomare apo në bulevard. Kjo gjë ka bërë që këtë të martë në Vlorë të shihet një pamje kritikisht tjetër. Në qytet ka nisur të qarkullojnë ndjeshëm bicikletat, madje numri i tyre është më i lartë se më parë, ku vjetre përdorimi i këtyre të fundit edhe nga të rinj, por edhe nga gratë dhe vajzat, krahas personave në moshën e tretë. Vlonjatët me sa duket i ka trembur projekt ligji, por mbi të gjitha edhe aksionet e policisë, të cilat konstatojnë monopatina dhe i sekuestrojnë këto të fundit.